Tani, siç ju thashë dashur dëgjues, do të flasim për jogën dhe çajrat bimor. Është një punëtori që mbahet me këtë temë sot në Prishtinë, nevoja për të mësuar më shumë për çajrat bimor dhe jogën bashk, edhe një kombinim të tyre dhe ndikimet që i kemi përshëndet nëse i kombinojmë ato. Është Ars Kryeziu, mentore e mishenjes holistike, organizatore e kësaj punëtorie, e cila është tani me ne. Arsa, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe juve. Po e mbajmë sot punëtorinë me yoga, keni me mbajt? Po patjetër, do të mbahet në lokalin Sander në Prishtinë. Ideja ka qenë që jogën ta mbajmë jashtë, po do ta mbajmë jogën brenda. Po, bravo Ars. Unë asnjëherë s'kam mbajt jogë, po e shoh i përcjellë aktivitetet si kjo e juaja dhe më pëlqen, po nuk e di sa vërtet ndikon në organizmin e njeriut. Ana, shpjegon pak Ars, cilat janë ndikimet e drejtë për drejta për dikë që praktikon jogën? Po, patjetër. Atëherë, yoga përfshin një dimension më të gjerë se sa vetëm fizik. Gjatë praktikave të ndryshme, benefitet janë edhe në shëndetin mendor, emocional. Pasi që ngadalësohet pak ritmi, shkohet pak më thellë, dikush ju udhëzon nga jashtë edhe si fillestar, besoj që menjëherë e vreni edhe dallimin nga aktivitetet e tjera fizike në krahasim me jogën, ndërsa është e përshtatshme për gjithë, edhe për fillestar, pasi që ka teknika dhe lloje të ndryshme ku mund të fillohet me një ritëm shumë të ngadalt dhe të jetë e përshtatshme për gjithë personat. Po pse keni caktuar sot edhe çajrat bimor ti kombinoni me jogën? Çfarë punëtori është kjo? Punëtoria e çajrave bimor është krijuar me qëllim të ngritjes së vetdijes që njerëzit mund të bashkëveprojnë me natyrën edhe përmes çajave. Për shkak se çajrat bimor janë dhe kanë qenë një kohë të gjatë, qysh më te pjesë e jetës së njerëzve, mirë po kohëve të fundit duket se kjo është harru. Thjesht po vrapojmë shumë pas çdo medikamenti për çdo problematikë të vogël. Për ndonjë parahati apo simptom të lehtë mund të përdorim çajra të ndryshëm, të cilat munden me na lehtësu gjendjen pa pas nevojë të përdorim menjëherë në ndonjë medikament i cili mund të ketë edhe pasoja pastaj. E çush munden me njoft njerëzit çajrat përkatës që u bojnë mirë për ndonjë të lashe që mund të kenë? Po përmes punëtorive të tilla, përmes leximit të librave të ndryshëm që përfshin herbalizmin, përmes mos shuajtjes së përdorimit të bimëve ndër vite nga gjyshet tona, nga nonat, çështë që unë kam fillu edhe mandej kam shiru. Hajde na trego pak Ars përvojën tonë, ç'është ke fillu ti? Që të mësojmë edhe na të marrim përvojat e mira. Patjetër, do të thotë unë gjithmonë kam qenë rrethuar nga natyra dhe edhe aksesi dhe po të kishim dashur me ble me ndonjë medikament ka qenë i vështirë, kështu që në fshatin ku unë kam jetu, nana kam bjell gjithmonë këto erzat e barishtet, cilat në rast nevoje na i ka dhënë neve dhe i kemi përdor. Po mandej në ndërkohë duke u thellu ma shumë në mënyrën e tjetuarit, sa ma shumë me natyrën edhe me përqafu këtë natyraljen atëherë dhe unë tani ti kiro dashme me natyrën. Sa emrin e mirë dhe Ars se ke emrin, më ka pëlqyer shumë emri, shumë i veçantë, edhe qasje në mënyrën për çka i përcaktu ta deshta që në start kur e pash këtë ngjarje. Ars, kë ke ftuar ti në këtë punëtori të diskutoni për këto modalitetet të kombinimit të çajrave bimor me jogan? Punëtoria ka qenë e hapur për secilin që intereson që të mësoj më shumë për përzierjen e çajrave, ndërsa bashkëorganizator jemi unë dhe përmes lokalit në të cilin do ta mbajmë punëtorinë. Për çajat dhe përzierjet e çajave do t'i flas unë audiencës dhe gjithashtu unë do ta udhësoj edhe sesionin për yoga. Edhe mandej keni me majt yogan brenda, apo?
Po, yoga do të mbajmë fillimisht yoga dhe pastaj do të kalojmë te punëtoria, pasi që yoga nuk preferohet me mbajt pasi të pihet diçka ose të hahet diçka. Këtë desha me thënë, a ka shumë rëndësi kjo lidhje e konsumimit me yoga në ushqimin për shembull? Kur është mirë me bë yoga dhe sa minuta është mirë me bë yoga? Yoga si praktik nuk preferohet që të hahet ose të pihet diçka vetëm për shkak të mos rehatisë që mundet me pas në stomak përgjatë ushtrimeve. Është më e përshtatshme kur nuk kemi pi 30 minuta para ushtrimeve apo nuk kemi hangër rreth 2 orë apo 3 para se të bëjmë yoga. Përndryshe çdo kohë tjetër është e përshtatshme, por preferohet natyrisht në mëngjes apo para gjumit, mirë po këto bandej dallojnë sepse në mëngjes bëhet një praktikë që na zgjon, për gjumit e në mbrëmje bëhet një praktikë e cila na ndihmon me një gjumë më të mirë. Do të thonë ndron forma ushtimeve apo? Po, ndron përfshirja e praktikës të frymarrjes, ushtrimeve, pozitave të ndryshme e tjera. Ne nuk mund të praktikojmë yoga në shtëpi pa pas një instruktor, pa se duhet me ditë ndoshta ç'është. Gjithsesi mund të praktikoj yoga, mirë po për fillim pa ditë asnjë pjesë se po. Atëherë preferohet që të fillohet me një instruktor apo me një grup të vogël, me të cilit grupi i besohet edhe energjia jote dhe hapësira natyrisht. Arsi, praktikon shpesh ti këto punëtori? Më pëlqen shumë. Po, organizoj ku pas kohë punëtori të ndryshme, jo vetëm me çajra bimor, në përgjithësi me mirëqenien, në lidhje me mirëqenien holistike, kam patur një punëtori edhe për balancin hormonale, për sistemin nervor dhe të tilla. Kështu që çka ke studiuar ti, çka ke kryer? Qa ke po për shkollës ti? Unë kam studiu matematikën, mirë po në ndërkohë mande jam certifiku edhe në programin e shëndetit holistik nga instituti. E di çfarë ars matematicentët mund t'i bëjnë edhe fushat e tjera, po jo e kundërta, kështu kam thënë. Sa matematikisht i matë dhe gjërat kur organizon në situatat të tilla. Patjetër. Arse dashur, uroj ta kalosh sa më mirë sot, siç e ke menduti këtë punëtori në milimetra të saktësisë. Edhe faleminderit shumë për kohën që ndave me ne. Gjithashtu i dëshiroj ditën mbarë. Shumë kënaqësi me të pasën në program të mëngjesit. Ishim me Arsën, të dashur dëgjues, Ars Kryesiu, mentore e mirëqenies holistike, organizatore e një punëtorie që mbahet sot për çajrat bimor dhe yogan bashk. Është shumë e nevojshme të mësohet pak më shumë për çajrat bimor dhe yogën, si kombinohen ata, kur mund të bëhen bashk, edhe ndikimet që kanë për shëndet. Sot Ars Kryesiu do ta bëjë një punëtori në Prishtinë. Edhe është mirë të jeni pjesë të provoni edhe nga disa çajrat e disa përzierje të çajrave bimor që mund të shërbehen aty, edhe kur në cilat orare të ditës mund të praktikohen çajrat përkatës. Arsa do t'ju mësoj me ekipin e vet atje. 8:34 ora, themi për pak me informacione tjera.